Shikues nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin Tempus. Sonte do të flasim për qasjen në drejtësi të grupeve të ndjeshme në Kosovë. Në bazë të ligjit dhe praktikës, kush janë grupet e ndjeshme në Kosovë? Sa po zbatohen në praktik të drejtat dhe lirit e njeriut për grupet e ndjeshme në Kosovë? Për diskutuar për këtë temë, sonte mysafir me mua janë Zotri Habit Hajredini nga zyra për qeverisje të mirë e zyrës së kryeministrit Kosovës. Mirë se keni ardhur. Mirë se u gjetëm. Është Zotri Besart Elshani nga Avokati i Popullit. Mirë se keni ardhur. Mirë se u gjetëm. Është zonja Ruzhica Shimiq nga Organizata jo qeveritare të drejtat e grave. Mirë se keni ardhur. Dhe është zonja Marigona Shabiu nga Organizata jo qeveritare YIHR. Mirë se keni ardhur. Mirë se u gjetëm. Sonte me ne janë edhe studentë të cilët gjatë emisionit do të kenë mundësi që të shtrojnë pyetje për panelistët në lidhje me temën të cilën sonte po e diskutojmë. Atëherë, për fillim, Zoti Hajredini, në bazë të ligjit dhe praktikës, kush janë grupet e ndjeshme, pra grupet e marginalizuara në Kosovë? Faleminderit shumë. Fillimisht do doja që të falenderoj për këtë temë, për këtë emision që është mëse i qelluar, mëse i rëndësishëm për trajtu aspektin e grupeve të ndjeshme, grupeve vulnerabël. Dhe mirë thatë në fillim, dhe më thonë, ajo që legislacioni përcakton se çfarë janë grupet vulnerabël, grupet e ndjeshme, po do të jetë në kohë dhe në aspektin praktik për të identifikuar këto grupe. Unë po nisem nga ligji për mbrojtjen nga diskriminimi, sidomos në 90 që e përcakton dhe në një farë forme e definon dhe obligon institucionet e shtetit për të punu për grupet e ndjeshme, për grupet e rrezikuara, kështu se quajnë. Dhe natyrisht si grupe më të ndjeshme, më të rrezikuar në Kosovë, në shoqërinë tonë kemi fëmijët, gratë dhe vajzat, personat me aftësi të kufizuar, komunitetet rom, ashkali, egjiptian, të moshuarit që shpesh i harrojmë, dhe komuniteti LGBTI. Më thonë, e di që ndoshta ka dhe grupe tjera, po prafërsisht në aspektin praktik ne hasim probleme dhe sfidat më dha për këto grupe të ndjeshme, për këto grupe të rrezikuara. Faleminderit shumë. Atëherë, Zoti Elshani, këto grupe të cilat pra në bazë të ligjit dhe praktikës hynë në këtë sferën e grupeve të ndjeshme në Kosovë, çfarë të drejta kanë dhe sa realizohen ato në praktikë sipas perspektivës së institucionit të Avokatit Popullit? Faleminderit. Po, gjithsesi tash në radhë të parë më lejoni të theksoj që me bën një analizë për gjitha grupet e cenueshme që konsiderohen në bazë të praktikës dhe ligjit është disi sfiduese, mirë po vlen të cekët që ajo që e kemi thënë dhe vazhdojmë ta themi, legjislacioni në Kosovë është në numër, është në një nivel të kënaqshëm, mirë po mungon zbatimi praktik. Prandaj edhe institucioni i Avokatit të Popullit vlerëson se përkundër ekzistimit të një legjislacioni deri diku të mjaftueshëm, kemi në vazhdimsi ankesa nga këto grupet e cenueshme, që edhe Zoti Hajredini i theksoi dhe që në çdo kohë dhe në çdo moment përkundër përpjekjeve nga autoritetet publike, gjendja atyre është e vështirë. Për sa i përket, po vazhdojmë prej fëmijëve, ju e dini që është bisedu shumë për ligjin për të drejtat e fëmijëve, mirë po faktikisht zbatimi i tij në praktik ka ngecur. Dhe po e them këtë duke u bazuar edhe në një raport me rekomandimet që ne vitin e kaluar kemi publikuar, dhe që ky raport nxjerr në parë që në bazë të hetimeve, sipas mandatit kushtetues dhe ligjor që e kemi si institucion, qeveria dhe Ministritë e Linjës do duhet të nxjerrnin 18 udhëzime administrative me qëllim të zbatimit në praktik. Faktikisht kanë nxjerrur vetëm 2 udhëzime administrative. Është udhëzimi administrativ i quajtur si drejtësia mike për fëmijët në procedurat gjyqësore, si atë penale dhe administrative, si dhe udhëzimi tjetër administrativ i cili ka të bëjë me mënyrat e parashtrimit të ankesave në institucionet publike. Kurse edhe 16 udhëzime të tjera, edhe pse është premtuar, të njëjtat nuk janë nxjerrur.
16 udhëzimet e tjera kanë të bëjnë me masat e përgjithshme për sa i përket luftës kundër narkotikëve, pastaj udhëzimet e tjera kanë të bëjnë që duhet të nxirreshin, kanë të bëjnë me qasjen ose më mirë me thonë luftimin e dukurive të tjera negative, siç janë ato që i parashe edhe ligji, ta themi sigurinë e tyre në shkolla dhe një varg masash që ne i kemi bërë thirrje edhe në raportet e tona vjetore, mirë po që ende nuk janë nxjerrur. Ndërsa nëse flasim për grupet e tjera të cenueshme, siç janë romët, ashkalit dhe egjiptianët, atëherë përkundër përpjekjeve edhe këto komunitete janë në një nivel jo dhe aq të kënaqshëm për sa i përket respektimit të drejtave dhe lirive të njerëzit. Kemi një varg strategjisht, mirë po edhe në një legjislacion të veçantë i cili ka të bëjë me promovimin dhe të drejtat e këtyre komuniteteve, mirë po që zbatimi i tyre në praktik nuk po ndodh. Okej, do të flasim me siguri për këtë pjesë. Për mi suponoj ligj që nuk kemi për drejtat e fëmijëve, po kemi ligj për mbrojtjen e fëmijëve. Domethënë kështu të ligji ka një fuqi për masën, për me. Me qenë se veç u kyçet zotja Eredini, pse këto udhëzime administrative, cilat e ndihmojnë zbatimin e ligjit, ende nuk janë përfunduar? Po, fakt është proces. Do thotë që një ligj që hyn në fuqi, do thotë edhe po t'jenë udhëzimet administrative në fuqi, ligji nuk zbatohet, po ka më konë proces shumë i gjerë për t'i mbrojt fëmijët tanë, sepse është një gamë shumë e madhe, për shembull për të siguru linjën e telefonit, për shtëpitë stërhuese për fëmijë. Më thëmë, ka më konë një proces me vite për punu për t'i mbrojt fëmijët. Ajo që është më rëndësi është sistemi mbrojtjes fëmijëve që është parapan këtë ligj, që veç je kemi kriju këtë, më thënë strukturat në nivel lokal dhe strukturat në nivel qendror që janë të përgjithshëm dhe obligative për t'i mbrojtë fëmijët. Kjo është primare dhe është prioritet. Do të thonë, strukturat në nivel qendror tani janë funksionale dhe strukturat në nivel komunal, do të thonë, janë funksionale. Përpara nuk ka pas mekanizma të tillë dhe normal sistemi mbrojtjes së fëmijëve nuk ka funksionuar, nuk ka pas hallkë zgjegjërore. Ligjet që aktet në ligjore që përmendi kolegu aty në proces është kërku pi shoqërisë civile, pi mekanizmave ndërkombëtar që këto 17 akte në ligjore të harmonizohen mes veti. Mos nxjerremi domethënë në aktin në ligjore për të ngut dhe më vonë me pas pasoja domethënë në zbatim. Kjo është ajo që ne. A ka një agjendë kur pritet që të përfundojnë këto? Po, ka shumica nga ato domethënë në fund të marsit dhe prillit pritën më miratu në qeveri, kanë kalu për shembull 6 akte në ligjore të konsultimit me publikun nga Ministria e Financës, Punës dhe Transfere, 2 akte në ligjore nga zyra e kryeministit, pritet vetëm mu buxhetu, procesi i konsultimeve ka përfunduar, 2 akte në ligjore të Ministrisë të Arsimit, domethënë kanë përfunduar gjithë procesin, po ideja ka qenë që ne këto t'i korrespondojmë dhe t'i harmonizojmë mes vete, sepse secili nga këto akte në ligjore përkon me specifikat e ndryshme të zbatimit e ligjit. Dhe ne kemi mësuar domethënë nga e kalura që kemi pas shumë gabime, domethënë janë miratu ligje ose akte në ligjore që s'kan korresponduar me harmonizimin mes vete. Dhe normal që pasojat janë kanë shumë dha, do thotë në zbatim dhe sidomos tek buxhetimi. Dhe kjo është ai kujdesi që do na me pas na, domethënë mos me miratu akte në ligjore ose dokumente të tilla pa pas edhe përkrahjen buxhetore. Faleminderit. Po vazhdoj me juve, zonja Simiq. Përfaqësoni pra një organizatë që merret me të drejtat e grave. Cilat janë sfidat kryesore, problemet kryesore me cilat ballafaqohen gratë? Ja mogu da, pre svega i ja da zahvalim na pozivu i na učešću u ovom jednom ovakvom sastavu, gde imamo priliku i kao žena i kao pripadnik, da kažem, manjinske zajednice srpske, da govorimo o ljudskim pravima ovako javno. To je jako lepo, poštovanju i naših ženskih prava. I ja bih rekla da se mi kao žensko pravo, nevladina organizacija, kao žensko udruženje bavimo pre svega pravima žena, rodnom ravnopravnošću uopšte, ali i pružanjem specijalizovanih servisa za žrtve nasilja, za žene, devojke i devojčice žrtve nasilja i smatram da je to još jedna grupacija izuzetno ranjivih i senzitivnih grupa na kojima treba posvetiti još više pažnje. I samo bih dodala da osim maškalijske, romske i
zajednice, postoje i druge manjinske zajednice koje također imaju problema, kao što su srpska, bošnjačka, turska zajednica, koje, na primjer, jezik, ja bih rekla, je jedan komunikacijski način i na kome treba svi zajedno da radimo, iako mi postoje zaista garancije i međunarodne, ugrađene u Ustav, postoje zakoni. Srpski jezik je, na primjer, ravnopravan službeni jezik sa albanskim jezikom, ali još uvijek ima problema, dosta problema u primjeni. Mislim da na tome treba zaista posvetiti tome pitanju jezika, ne samo srpskog, nego i jezika manjinskih zajednica, treba izuzetno mnogo više prosto staviti negde na tapet, na radni sto i raditi na tome. Ne samo vlada. Vlada može da donese i zakone i podzakonske akte i da proklamuje, ali mislim da dovoljno ne čini na tome, ali mi kao celo društvo moramo više da radimo na pre svega poštovanju jezika manjina, a onda i da manjine također, da pripadnici manjinskih zajednica uče albanski jezik i da na taj način mi stvorimo jedno homogeno, jedno integrisano društvo gde ćemo onda se osjećati svi ravnopravni. Sonja Simić, po më specifikisht të drejtat e grave, në cilat ju merreni si organizat, sa janë të cenueshme dhe në çka më konkretisht janë problemet më kryesore të komunitetit grave? Pa kad se tiče o žrtvama nasilja u porodici, ja mogu da kažem da je mnogo toga već urađeno u kosovskom društvu. To je pre svega integracija Istanbulske konvencije koja se desila u junu, čini mi se, 2020. godine u Ustav Kosova. Zakoni su se i pre ovoga harmonizovali sa Istanbulskom konvencijom Saveta Evrope, ali to treba i dalje činiti i to se čini. Također treba napraviti pristup srpskim ženama malo čvršći, malo jači, sa mehanizmima na centralnom nivou. Na primjer, ja znam da se sada radi zakon o sprečavanju nasilja u porodici, nova verzija, i ja bih volila kao jedna, da kažem, vidljiva, dugogodišnja aktivistkinja u srpskoj zajednici da učestvujem i ja sam i poznavalac, dobar poznavalac Istanbulske konvencije i volila bi da učestvujem, na primjer, u izradi teksta toga zakona. Osim toga, dosta se radi u pravosuđu na integraciji istanbulskih principa. I mi smo kao nevladina organizacija zajedno sa EULEX-om upravo pre 2 dana imali seminar sa sudijama, tužiocima, policajcima i zastupnicima žrtava upravo na temu Istanbulske konvencije. Kako primeniti principe Istanbulske konvencije ne samo kroz krivični zakon, kroz krivično-procesni zakon, nego također nekada moramo da znamo da postoji nekada mogućnost direktne primjene Istanbulske konvencije koja je ugrađena u Ustav i koja nekada ima jaču pravnu snagu od samog zakona ukoliko je pozitivnija za žrtve. Tako da mislim da se dosta radi, ali da također ima dosta još prostora da se unapređuju mehanizmi za zaštitu žena. Jedan od mehanizama to je pružanje tih specijalizovanih usluga. To su šelteri, ali ne samo šelteri. Tu su i centri za dnevnu podršku, pravnu, psihološku, emocionalnu podršku žrtvama nasilja. I mislim da na tom planu, na primjer, treba država da nas prepozna i da nam pruži podršku. Onda postoje afirmativne mere za žene koje su iz manjinskih zajednica, da tako kažem. Tako da i na tom planu treba mnogo više raditi. Na primjer, mi kao nevladina organizacija Žensko pravo dugo godina se bavimo upravo pružanjem specijalizovanih servisa žrtvama nasilja, ali imamo probleme sa dokumentacijom, sa priznavanjem diploma, na primjer. I onda mi zbog toga godinama radimo na licenciranju nevladine. Jer kod nas rade žene koje su specijalizovane za pružanje podrške, koje su završile fakultete na Mitrovačkom univerzitetu, čije diplome se ne priznaju od strane državnih institucija. A opet mi govorimo o afirmativnim merama.
Ali ja kao nevladina ženska organizacija nisam videla podršku na neki razumevanje tih problema, pa da ja mogu da dobijem licencu od strane Ministarstva socijalnog rada, financije i tako dalje, i onda bi mogla možda da dobijem i neka sredstva u budžetu, što za sada meni to nije moguće. A time mi uskraćujemo u stvari i žrtve nasilja da dobiju jednu specijalizovanu, veliku i značajnu podršku za njih. Po vazhdoj me juve, zonja Shabiu, cilat janë problemet e të rinjve në Kosovë dhe sa janë të cenushme grupet e të rinjve në Kosovë, pra sa realizohen të drejtat e tyre në Kosovë? Po, sigurisht ndër grupet kështu ma të cënushme ose ma të marginalizume në shoqërinë në shtetin tonë, janë edhe rinia, pra të rinjtë dhe trejat, duke pas parasysh që pjesa ma e madhe e populatës tonë është e përbëjnë pra ky grupacion, edhe sigurisht që pozita e tyre ekonomike, sociale, mirë po edhe politike nuk është shumë e favorshme. Edhe kjo vjen si rezultati duke fillu prej mungesës së një edukimi cilësor, i cili i përgadit ata që të jenë në rand të parë qytetar aktiv dhe qytetar të cilët janë të gatshëm me kontribu dhe janë të gatshëm përmes aktivizmit të tyre, përmes punës të tyre që e bëjnë në çfarëdo sektori, në çfarëdo fushe, që të kontribuojnë në zhvillimin e shoqërisë dhe shtetit tonë. Pra, një ndër problemet sigurisht është kjo mungesa e qasjes në edukim cilësor, pra një edukim i cili nuk është në përputhje me nevojat e tregut të punës, papunësia si rezultati i kësaj është shumë e madhe dhe padyshim që kjo e rrit mandej edhe nivelin e varfërisë, e rrit edhe nivelin e marginalizimit, e rrit edhe shkallën e inferioritetit të cilën triton e ndjejnë vazhdimisht. Është edhe një element tjetër që është mungesa e lirisë së lëvizjes, për shkak që ne akoma nuk e kemi liberalizimin si shtet, pra triton kufizohen edhe në aspektin e lëvizjes në shtete tjera, qoftë për tu shkollu, qoftë për tu eduku, mirë po edhe qoftë edhe për të dalë dhe për tu njoft me kultura dhe për të taku njerëz të vendeve të ndryshme, që besojmë që ndikon shumë andej edhe në krijimin e mundësive të reja, në hapjen e horizonteve, në rritjen e të menduarit kritik, mirë po sigurisht e rrit edhe këtë ndjenjen ose sensin e përgjegjësisë për të qenë qytetar të përgjegjshëm dhe qytetar aktiv. Një problem tjetër që do e kisha theksu edhe që besoj që është shumë kështu shumë i pranishëm, e përmendi edhe zotri Elshani, përdorimi i narkotikëve, sidomos në këto gjeneratat e reja, 9-18 vjeç, edhe sipas një raportit të avokatit të popullit, përdorimi i substancave narkotike është rritur, mandej është edhe prezenca e dhunës në përshkolla, e patëm fatkeqësisht edhe një rast të fundit i cili përfundoi me fatalitet pra një institucioni shkollor. Gjitha këto janë kështu probleme me të cilat trinjt edhe trejat në Kosovë ballafaqohen. Gjithashtu është edhe një element tjetër që është shumë i rëndësishëm, mungesa e pjesëmarrjes në vendimarrje ose konsiderimi i të rinjve dhe trejave në Kosovë që mund të jenë potencial edhe që mund të jenë të gatshëm edhe të gatshëm, po mund themi që munden me kontribu në krijimin e politikave lokale, në krijimin e politikave nacionale, e kështu me radhë. Pra, e shohim që trit edhe trejat në Kosovë, si breng të madhe, sigurisht e kanë edhe mos përfshirjen, pra mos përfshirjen në jetën politike, në jetën ekonomike, në jetën sociale. Edhe sigurisht kjo është edhe një mungesë e seriozitetit që vjen nga ana institucioneve kur vjen puna te përfshirja, jo vetëm e trive, mirë po dhe gjitha grupeve tjera të marginalizuar në Kosovë. Pra, shumicën e kohës bëhen politika, bëhen programe, pa u konsultu, bëhen këto konsultimet për shkak të formaliteteve që kërkohen me ligjet në fuqi, mirë po ne shohim që
vazhdimisht konsultimet janë të kufizume, janë mjaft të mbyllura, nuk ka njoftime të përshtatshme ose të qasshme për gjithë grupet, për gjitha nevojat e qytetarëve dhe qytetarëve të Kosovës. Kështu që e shohim që bëhen shumë programe, bëhen shumë ligje, fillohen shumë nisma pa pas përfshirje substanciale dhe pa pas një përfshirje ma të gjerë të publikun përgjithësi, mirë po edhe trive në veçanti edhe grupeve të tjera më të marginalizume. Faleminderit, zonja Shabiu. Zotja Eredini, u ngritën disa çështje nga dy parafolësit për spari procesin e politikbërjes, pra mungon një gjithë përfshirje pavarësisht disa rregullave, pavarësisht rregullores në fakt përkatëse për konsultim me publikun. Çka është bërë dhe çka po bëhet pra që të ketë një gjithë përfshirje, që këto grupe të interesit të konsultohen dhe që komentet e tyre të jenë pjesë e politikave dhe ligjeve e që mos të bëhen vetëm tika që këto obligime po i përmbush qeveria. Po është pyetje me vend diskutim shumë real, po do doja që të përqendrohem me veprime konkrete që janë ndërmarrë, sepse një piparimeve më të shnosha dhe më mirë funksionale të shtetit, të qeverisë dhe të vetë shoqënisë është gjithë përfshirja. Dhe po du më përkon shumë konkret për gjitha grupet vulnerabël, çdo nismë që po merret, domethënë nga qeveria, natyrisht po ka konsultim të gjerë gjithë përfshirës. Edhe kur kemi hartu planin e veprimit për personat me aftësi të kufizum, ne kemi bërë bashkëpunim do thotë me gjitha organizatat, domethënë me llojet e aftësisë të kufizuar. Asnjë presje nuk është vendosur për qeverisë pa marrë domethënë konsultim. Gjithçka domethënë ka buru, ka dalë në mënyrë të përbashkët. Dhe normal që ka pas efekt dhe progres. Edhe kur kemi miratu kalendarin e aktiviteteve që qeveria ka shpallë vitin 2022 si viti persona me aftësi të kufizum, edhe nisma, edhe puna ka qenë e përbashkët. Domethënë kjo është një frymë shumë e mirë. Dhe të njëjtën kohë për grupin vulnerabël tjetër, për Romët, Tashkali dhe Egjiptian, nismën që kemi marrë me hartu dokumentin nacional për këto komunitete, që përfshin arsimin, shëndetësinë, mirëqenien sociale, punësimin, aspektin e vendbanimit, jo diskriminimin, kemi shku mas pari në komunat e Kosovës, në 6 regione, kemi diskutuar me qytetarët e këtyre komunitete, me autoritetet lokale, me departamentet përkatëse, kemi marrë inputet e tyre, kontributet e tyre, pastaj kemi vendosur dokumente, normal në bazë të konizës të Bashkimit Evropian që i ka rekomandu. Kjo është një nismë e mirë, edhe që ka sjellë progres, sepse pajtona sa më shumë që ka konsultimi, involvim, është edhe më i lehtë implementimi. Po ajo që do doja të përmendi atë që citoi edhe zonja Simiq, aspektin e shërbimeve që japin organizatat e qeveritare. Ne kemi një prioritet që mi duke punu ngushtë me OJQ, këtu është një gamë shumë e madhe organizatave që po kontribojnë, sepse në Kosovë ne nuk kemi një katalog dhe një standard të organizata që ofrojnë shërbime. Për mu licencu tek Ministria e Financave, Punës, Transferit, dhe më tonë, janë vendosur aty do kritere. Po ne po punojmë këtu që momenti kur ju keni mu licencu, mu certifiku, me pas një përkrahje, domethënë 3 vjeçare, jo sikur që është tani 6 muaj, 1 vjet dhe që ka vështirësi domethënë financimit. Para se me në shkujt ato kontrata 3 vjet, ne plana me vendos domethënë kritere, procedura, domethënë dhe të certifikimit. Përmendi Marigona aspektin e konsultimit, natyrisht që edhe trit janë pjesë e proceseve tona, e japim mundësin, edhe në gjuhët, domethënë tjera qoftë në serbisht, gjuhët vendore, tek platforma për konsultime me publikun që është një nga dritaret më të frytshme, domethënë, që jep hapësinë, jo vetëm një OJQ që ka kapacitet, po edhe një triu, edhe një ekspertit pavarur, domethënë, nga kushdo që vjen për me dhënë kontribut dhe më bëjë pjesë e politikave dhe legislacionit. Për 15 ditë, secili nga ne ka drejt do të thotë me kontribu dhe mund të kontriboj. Platforma është shumë efektive, ajo tani edhe në kohën e pandemisë ka figuru dhe ka mundësu secilit
qytetar për me kontribu, sepse u kone vetë një alternativë, të më thonë për më së më bërë në bashkë, po aty për me dhonë komente dhe sugjerime. Ne po shkojmë për te asaj, të më thonë me prioritetin që kemi, që nëpërmjet kësaj platforme me dhonë qasje mundësi edhe personave tjerë, do thotë të shurdh apo të verbët, për me dhonë informacionit, ligjet që dalin në këtë platformë, nëpërmjet interpreteve të gjuhës së shenjave, apo nëpërmjet zërimit për personat e verbët. Më thonë, kjo ajo është që e përmeni dhe betimin në fillim aspektin e qasjes, qoftë në drejtësi apo të qasjes në institucione tjera, në zhvillimin e politikave, apo në pjesëmarrjen e tyre në përgjithësi. Po nuk është kjo mjaftueshëm, kjo është, si themi, një hap fillistar që mendoj që duhet të ketë gjithë përfshirje. Ne duhet të ikim nga opcioni që vetëm në organizatat qendrore apo jo që të kemi atë përfaqësim, duhet shkojmë për te asaj. Edhe tek organizatat që në Dragash, Mamush, Mitrovic, të ketë edhe diverzitet të këtyre komuniteteve. Kështu do thotë po e bëjmë, këtë parimi kemi vendosë, natyrisht kërkohet angazhim i gjithë neve, edhe i organizatave që punojmë thuese për çdo ditë me ju dhe të tjerë, për me rritë gjithë përfshirjen, sepse kjo sjell domethënë efekt. Unë nuk po du më ndalë shumë të kjo komponent, sepse nga secili grup që e përmendet të ndjeshëm, të rrezikum, qeveria ka vë prioritet, po dhe ka zhvillu politikë nacionale. Më thonë strategji për 5 vjetë, për 10 vjetë, me komponentat të ndryshme, si që është edukimi, shëndetësia, miqënia sociale, edhe tek fëmijët, edhe tek persona me aftësi të kufizuar, të romët. Kur flasim për rinin, natyrisht ne kemi një fokus tek komponenta e vullnetarizmit. Tu e di që Kogja do thotë ka përparime në këtë komponent, dhe po dojmë që komponentën e vullnetarizmit ta bëjmë gjithë përfshirëse, do të thonë të ketë një orientim edhe tek të moshuarit apo tek gjenerata të tjera. Faleminderit, me siguri për këtë pjesë do të flasim me të gjithë panelistët për një prej problemeve më të mëdha që ekziston në Kosovë, sepse asnjëherë nuk është që ka pas ankesa të shumta për sa i përket kornizës ligjore dhe miratimit të politikave e strategjive. Problemi kryesor në Kosovë që është evidentuar pothuajse nga të gjitha raportet vendore dhe ndërkombëtare ka të bëjë me mungesën e zbatimit të këtyre ligjeve dhe politikave në praktik. Po më intereson, zoti Elshani, ju nga avokati i popullit, si e shihni zbatimin praktik të gjithë kësaj kornize pra ligjore dhe këtyre politikave të mbështetura pra në strategji të ndryshme për këto grupe të ndjeshme në Kosovë? Po, zbatimi është problem madhor, përkundër ekzistimit të një legjislacioni deri diku të mirë. Po e marrë vetëm shembullin e legjislacionit që ka të bëjë me mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave, ta themi, të persona me aftësi të kufizuar, u përmend që viti 2022 vetëm se është shpallur në bazë të një vendimi të Qeverisë së Republikës së Kosovës si vit për personat me aftësi të kufizuar, ndërsa që më shumë se që 3 vite është premtimi që do të ketë një ligj gjithë përfshirës për të gjithë grupet e personave me aftësi të kufizuara. Mirë po, një gjë e tillë nuk po ndodh. Sot e kemi ligjin e veçantë që ka të bëjë me tetraplegjik dhe paraplegjik dhe personat dhe ligji për personat e verbër. Mirë po, zbatimi praktik i tyre ka ngecur. Ne kemi bërë edhe një analizë dhe një raport me rekomandime pikërisht për ligjin për personat e verbër. Është edhe një udhëzim administrativ i cili paraqet disa beneficione shtesë dhe masa konkrete, mirë po që nuk janë ndërmarrë. Para 2 viteve është publikuar një raport kundër Ministrisë së Infrastrukturës, një raport me rekomandime, që rekomandojmë që së paku ato drejta, ta themi, bazike të zbatohen në praktik për persona me aftësi të kufizuar, respektivisht personat e verbër. Siç është, për shembull, në trafikun urban zbatohet lirimi nga pagesa biletës, mirë po në trafikun ndërurban, ky ligj dhe një udhëzim administrativ që derivon nga ky ligj përcakton që së paku 2 vende të jenë të rezervuara për personat e verbër dhe të ketë lirim të biletës deri në 50%, mirë po këto rekomandime nuk kanë gjetur zbatim praktik dhe për më tepër me gjithë përpjekjet tona që të kemi një përgjigje nga Ministria e Infrastrukturës, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Kurimi të personave me aftësi të kufizuar është edhe një udhëzim administrativ 33/2023
shtatë për kushte teknike të objekteve të ndërtimit për çastin e personave me aftësi të kufizuar, që gjithashtu nuk është duke gjetur zbatim, dhe ky udhëzim përcakton masat, parametrat, po ashtu pjerrinat, çastjen fizike të personave me aftësi të kufizuar, dhe si rrjedhoi një antar nga organizata Handikos, madje ka paditur edhe komunën e Prishtinës për mos realizimin e këtij udhëzimi. Zoti Elçoni, po ju ndërprej dhe kërkoj nga regjia që ta ndjekim një storje ku flet pikërisht vetë zoti Faruk Kukaj, i cili është intervistuar nga ne dhe do të shpjegoj problemet dhe sfidat me cilat përballet komuniteti i personave me aftësi të kufizuara, ku përfshihet edhe kjo padija të cilën e ka ngritur ndaj komunës së Prishtinës si rezultat i mosqasjes për të përfituar shërbime nga komuna. Ndjekim historinë dhe kthehemi. Shumica e personave me aftësi të kufizuar nuk e kanë çështjen e mirëfillt as në familje, jo në rreth apo jashtë objektit të shtëpisë, ku ka probleme në trotuare, në institucione publike për marrjen e shërbimeve të ndryshme, edhe në lëvizje. Pastaj vjen punësimi, mos të anashkadohet. Mirësenia e shëndetësia. Thuja gati në çdo fushë, janë në shumë të mangëta. Harësimi pak ka deviz ma mirë se këto fushë tjera, po edhe në arsim, si fushë, si sferë, largë përmbushit standardeve të Evropës. Mas paret vetë mentaliteti jonë, kultura jonë, edukata. Pastaj parazykimet në familje, ku në shumicën e rastës, ta shkollin diçka mua në Dyshovës, shumicën e rastet të familje, ka menuar si është kesh si diçka, si jo e mirëfillt, jo normale, jo stilyname poshtë, e person me aftësi të kufizuar, shumicën e rasteve, i kanë mshirë, i kanë byrë, edhe sigurisht edhe vetë vitiv, vetë diqimi, vetë personave me aftësi të kufizuar, familjeve të ne, institucionet tona, se vetëm po premtojnë, nuk po zbatojnë. Jam dhe disa persona tjerë me aftësi të kufizuar, se kom paditur komunën e Prishtinës për pamundsinë e lëvizjes lirë, balë ligjet diskriminimit. E kom paditur në vitin 2018, tashimi në vitin 2022, e ndërime në proces gjyqësor. Zoti Elçoni, e pam zotin Kukaj, i cili ka ngritur padi në vitin 2018 edhe me ndihmën e mendimit profesional të avokatit të popullit. Po e shohim që 3 vjet ka zgjatur dhe ende nuk ka një epilog në procedurë gjyqësore. Pra jemi duke folur për një prej të drejtave më bazike të një mungese, të një qasje të personave me aftësi të kufizuara, qoftë për të marrë një shërbim shëndetësor, qoftë për të realizuar cilën do të drejtë më elementare tyre. Po, gjithsesi, zoti Kukaj ka parashtruar padinë në vitin 2018 në gjykatën themelore në Prishtinë, dhe më pas është drejtuar edhe institucionit të avokatit të popullit, duke shfrytzuar mundësinë ligjore që është e përcaktuar në ligjin për avokatin e popullit në dhënien e mendimeve juridike në cilësinë e mikut të gjykatës ose amicus curiae, që është njëra prej kompetencave shtesë që ka hyrë së bashku me 2 ligjet e tjera dhe që përbëjnë pakun për të drejtat e njerëzit. Avokati i popullit pas analizimit të rastit në fjalë ka publikuar një mendim juridik dhe të njëjtën ja ka dërguar gjykatës themelore në Prishtinë për faktin që
mos zbatimit të këtij udhëzimi, ne kemi monitoruar edhe seancat. Janë mbajtur me sa di unë 2 deri në 3 seanca në gjykat, mirë po nuk ka një vendim në formë aktgjykimi, dhe çka është shqetësuese në këto seanca nga gjyqtari i nderuar është fakti që padia ka të bëjë me pretendime diskriminuese. Dhe tash këtu lind problemi i mungesës së informacioneve edhe nga ana e organeve gjyqësore përkatësisht gjyqtarëve. Një pjesë e tyre mund të dinë zhvillimin e procedurës gjyqësore për sa i përket diskriminimit, mirë po shumica fatkeqësisht nuk kanë informata. Dhe avokati i popullit ju e dini që jep të tilla mendime dhe gjyqtari i rastit këtë kemi specifikuar edhe në opinion që përkundër ligjit për mbrojtje nga diskriminimi, që thot në rastet e diskriminimit bara e provës i bjen palës së paditur, jo paditësit, jo zotit Kukaj. Zoti Kukaj vetëm ka argumentu edhe përmes fotografive disa adresa se ku ka probleme në qasje fizike në Prishtinë. Mirë po gjyqtari pastaj ja jep një afat ligjor prej 3 ditësh në precizimin e padisë, në të kundërtën pra mund ta hudhte. Dhe zoti Kukaj pastaj me bashkëpunëtorët e tij të shoqatës kanë dalë në Prishtinë, kanë fotografu disa vende ku ata mendojnë dhe mbasi është edhe ashtu që paraqesin problem në qasjen e personave me aftësi të kufizuar përkatësisht të përdoruesve të karrocës. Mirë po, avokati i popullit për këtë çështje ka bërë dhe është bazë kryesore e vetë opinionit ose mendimit juridik që barrën e provës pra duhet ta ketë pala e paditur pra komuna e Prishtinës, sepse fakti që këto punime që janë realizuar nga ana e komunës dhe fakti tjetër që nuk janë vendosur pjerrina dhe qasje për personat me aftësi të kufizuar nuk është faji i padicit në këtë rast i zotit Kukaj, mirë po komuna të duaj me një buxhet të përballueshëm të krijonte qasje. Sipas informatave, paditë të tilla nga Handikosi dhe nga anëtarët e kësaj shoqate janë parashtruar dhe edhe në gjykata të tjera të rregullta, mirë po problemi është zvarritja. Dhe ta përmendi shkurtimisht edhe çështjen e zvarritjes së procedurës gjyqësore. Ju e dini që avokati i popullit në aspektin e ndërhyrjes së rasteve në gjykata ka kompetenca të limituara. Pos monitorimit të seancave gjyqësore me kërkesë të palës, mendimeve juridike në cilësinë e mikut të gjykatës dhe kërkesave për evitimin e zvarritjeve gjyqësore nuk ka ndonjë mandat tjetër shtesë. Dhe ne kemi bërë madje edhe një hulumtim dhe kemi nxjerrë disa statistika se sa një personi i duhet të pres nga gjykata të rregullta në mënyrë që çështja e tij të kryhet dhe të merr një akt gjykimi. Dhe shifrat ose statistika ka dalë shumë shqetësuese. Nga momenti i një padije deri në një akt gjykim të formës së prerë, mesatare ka dalë mbi 8 vite. Që një person drejtësi e vonuar. Dhe kjo është drejtësi e vonuar, është edhe drejtësi e mohuar. Dhe kemi bërë rekomandime dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës, mirë po edhe institucioneve tjera kompetente, në shtimin e gjyqtarëve, përgjigjja ka qenë që është mungesë e buxhetit, dhe her pas here ne kemi disa konkurse që megjithatë janë disa shenja pozitive që ndoshta një të ardhme të afërt do të evitohet ky numër ka 400.000 lëndë e më shumë që gjenden në gjykata të rregullta dhe kjo në një farë mënyrë ose tjetrën është fakt i pakontestueshëm që i demotivon viktimat të drejtohen në organeve gjyqësore, duke pritur madje me vite të tëra. Ne kemi shkuar një hap më tutje, madje i kemi rekomanduar ekzekutivit pra Qeverisë së Republikës së Kosovës ta miratojnë një ligj i cili do të shpërblente paditësit ose viktimat nga zvarritja e procedurave gjyqësore dhe në këtë formë ndoshta do të kishte një efekt më të mirë që kjo zvarritje të mos ndodhte. Sepse ata po dalin 2 herë viktima, një herë për shkak të çështjes që e ka specifikuar në paditje dhe së dyti edhe për shkak të vonesave. Ndoshta kjo do të adresohet edhe me një çështje ligjore përmes përcaktimit të një kohe që është e arsyeshme. Edhe kjo është në diskutim me sipër. Para se të kalojmë te zoti Ajredini, kisha dashur me vazhdu me zonjën Simic dhe zonjën Shabiu. E thash pra që në Kosovë ka një kornizë ligjore që është e konsoliduar si në aspektin e drejtave të komuniteteve dhe në shumë fusha rregullon shumë çka që
ndoshta është harmonizuar me standardet e Bashkimit Evropian, por problemet janë tek zbatimi në praktik. Në fushën ku ju mbuloni punë pra si organizatë, çka janë problemet kryesore, pse s'ka zbatim në praktik të ligjeve dhe politikave? Pa, složila bi se da je pravni okvir čak, da kažem, napredan i u mnogo čemu napredniji, bar kad su ženska prava u pitanju, od većine balkanskih zemalja i zemalja u okruženju. Znači, mi smo u dovoljnoj meri, da kažem, usaglašeni sa evropskim standardima, ali mislim da je možda problem u tome što prebrzo radimo donosimo zakone. Mi nemamo vremena ni da te zakone, da kažem, predstavimo, radimo prezentaciju prava građanima i mehanizama, znači zakonskih i mehanizama koji su na raspolaganju za zaštitu tih prava. I drugo, ljudski resursi koji su u našim institucijama ne mogu da isprate brzinu promena zakona i usaglašenih i ustava usaglašenih sa evropskim standardima. Inače, kad se kaže primjena ljudskih prava, borba za ljudska prava, ona ne može da bude ograničena na godinu dana. Znači, traži vremenski rok i za edukaciju profesionalaca, za promenu svesti, pre svega. Kad se radi o ženskim pravima, ja mislim da je najteži, najveći problem promena svesti, odnosno ta ukorenjena svest kod profesionalaca, pre svega mislim na mušku populaciju, ali takođe i žena, o tim našim rodnim stereotipima, rodnim ulogama u društvu, patrijarhalnom načinu razmišljanja i da teško jedan sudija, jedan tužilac ili jedan policajac može da primeni tu modernu odredbu, a ovamo njegov način razmišljanja da je on otac, da je on vlasnik, da je on taj zaštitnik, ali da je on na neki način gospodar života svoje porodice i onda i onih žena koje su na radnom mestu zajedno sa njim i tako dalje. I onda takav čovek sa takvim stanjem svesti onda jako će teže da moći da primenjuje moderna zakonska rešenja. I zato je potrebno mnogo više raditi na edukaciji, istovremeno na promjenu svesti, podizanju svesti i žrtava, odnosno građana, onih kojima se ta ljudska prava krše. I ti mehanizmi koji postoje na nacionalnom nivou, zato sam ja rekla, mnogo bi bilo lepo da mi iz nevladinog sektora koji radimo na nižem nivou sa žrtvama, sa građanima, da mi damo neki svoju viziju i neki svoj impakt u izradi strategija, zakona i tako dalje, jer ćemo mi da ih primenjujemo. I mi tačno znamo šta onda i treba tom zakonu. I kod zakona o nasilju nad ženama u pitanju, ja mislim da je problem opet i taj. Godinama se radi izmena zakona u staroj vladi i u novoj vladi, u staroj skupštini i u novoj skupštini i ne ide se dalje od početka. Opet zbog toga što postoji taj muški način razmišljanja, to je jedno. Drugo, što se kod rodne ravnopravnosti i kod nasilja nad ženama ne uključuje taj doprinos ženskih udruženja. A ženska udruženja su dovela do međunarodnih konvencija i dovela do zakona. I ženska udruženja treba da daju doprinos da se ti zakoni sada primenjuju. I zato insistiram na tome, ne samo na šelterima, čak šelteri u Evropi su zastareli. Ne treba raditi na šelterima, nego treba raditi na socijalnim stanovima, na reintegraciji, na zapošljavanju žrtava. I ono što mi radimo u nevladinom sektoru na severu kao ženska organizacija, to je ta pravna, psihološka, emocionalna podrška, rešavanje životnih pitanja, biti uz žrtvu od početka, znači razumeti je, informisati je o njenim pravima, reći je da nije kriva, pa onda do toga što je vodi razvodu možda, pa onda poveravanju dece, pa onda zapošljavanju, pa onda nakon razvoda postoji 1000 problema sa kojima se ta žrtva, odnosno žena, samohrana majka, suočava i onda smo mi, te nevladine ženske organizacije, tu koje najbolje, najpristupačnije možemo da je priđemo, da je podržimo, da ona ide dalje, odnosno da se vrati, da da doprinos i svojoj porodici i svome društvu. Promena stanja svesti.
Faleminderit shumë. Zonja Shabiu, po ju, cilat isheni si sfidat kryesore në zbatimin e ligjeve dhe politika në Kosovë? Para se nështë mi u përgjish kësaj pyetje, nështë edhe një kundër argument për atë që tha dhe zotri Hajredini në lidhje me këto mundësit që institucionet publike, ma specifikisht qeveria i kryon sa i përket përfshirjes së qytetarëve në politikë bërje në vendimarrjen përgjithësi, une as pak nuk e pranoj arsyetimin që janë kriju platforma apo bëhen këto ato aktivitete, sepse e tha dhe zotri Hajredini që definitivisht nuk mjaftojnë. Ne e shohim edhe prej punës tonë terens që nuk mjaftojnë. Nëse e krijon një platformë online, definitivisht një pjesë e madhe e njerëzve, qytetarëve të këtij vendi kanë me ulon jashtë, do me thonë nuk është alternativa e vetëm ose mundësia e vetme për gjithë përfshirje. Mandej nëse i shohim konsultimet publike gjithandej Kosovës, e shohim që kush merr pjesë aty janë burrat. Pra, ku janë gratë, ku janë grupet e tjera, ku janë grupet e tjera personat LGBTI, fëmijët ose organizata e grupe që përfaqësojnë interesat e fëmijëve. Pra, gjitha këto ndikojnë që mos me pas një gjithë përfshirje substanciale, jo vetëm një konsultim publik që e përmendje dhe betimi që është bëhet sa për ta boni tik atë në listën e kritereve, mirë po që kjo gjithë përfshirja që bazohet në interesa, në nevoja të ndryshme të qytetarëve të Kosovës mungon, edhe kjo mendoj është vjen si rezultat i asaj që prap ne kemi edhe politika, kemi strategji, kemi ligje që mandej edhe nuk zbatohen. Mirë po kjo sigurisht që nuk është arsye kryesore pse ka mungesë të zbatimit të tyre, mirë po arsyeja kryesore është edhe për t'ju përgjigje edhe pyetjes tënde është mungesa e vullnetit politik, sidomos kur të vje fjala te zbatimi i strategjive qeveritare që kanë bëjnë për shembull me respektimin e të drejtave ose avancimin e të drejtave të komuniteteve jo shumicë, me tekst veçantë këtu e kisha thonë avancimin e të drejtave të komuniteteve rome egjiptiane shkali. Unë shpesh e dëgjoj arsyetimin që na po krijojmë mundësi për ta, po ata s'podojnë. Jo, kjo nuk as pak nuk është arsyetim i pranueshëm, bile është marrë me përmend dikush prej institucioneve publike një arsyetim të tillë që po krijojnë kushte mirë po s'podojnë. Institucionet publike kanë për obligim që të krijojnë mekanizma, që të krijojnë praktika, që të krijojnë programe, strategji, të cilat janë proaktive dhe të cilat bëjnë që sidomos antarët e këtyre komuniteteve që janë më të marginalizume të kenë mundësi të rrisin standardin e tyre të jetës, t'i gëzojnë të drejtat dhe liritë themelore që ju garantohen me kushtetut. Sa i përket, u përmend që Kosova ka një kornizë ligjore mjaft të avancume sa i përket garantimit të drejtave të njeriut, është e vërtet, pra po e themi që zbatimi në praktik ka shumë ngecje, edhe një arsye tjetër është edhe kjo mendësia patriarkale që ekziston në të gjitha hallkat e shtetit tonë, tu fillu prej gjyqësorit në qeveri, në gjitha, do me thonë, në gjitha institucionet publike e shumë prej këtyre, do me thonë, shumë prej këtyre, shumë një pjesë e madhe e mosbatimit të këtyre drejtave të njeriut lidhet pra me këtë mendësinë do të thoja patriarkale, është prap ndoshta kisha me nxjerr tash edhe për diskutim një çështje që është shumë shqetësuese edhe që ka qenë shumë e pranishme në media, në diskursin publik kohëve të fundit, është çështja e garantimit të drejtës në martesë për personat LGBTI. Pra e kemi një ligj i cili nuk është në përputhje me standardet e të drejtave të njeriut, nuk është në përputhje me kushtetutën e Kosovës,
edhe pra jo të gjitha ligjet, jo të gjitha aktet ligjore që krijohen në Kosovë janë çështë mira. E vërtet e kemi një kornizë mjaft të avancuar, mirë po ka edhe iniciativa të tjera të cilat po provojnë me i kufizu të drejtat e grupeve të ndryshme në Kosovë. Në këtë rast është kufizimi i të drejtës në martesë për personat LGBTI. Pra e kemi aktualisht një draft të kodit civil, i cili është një ligj shumë i rëndësishëm për Kosovën, që po tenton me diskriminu edhe me përjashtu një pjesëtar të shoqërisë tonë, qytetar të shtetit tonë, vetëm për faktin se ata e kanë një orientim seksual ndryshe, ndërkohë që kushtetuta garanton trajtim të drejtë dhe të barabartë për të gjithë personat, duke përfshi edhe personat që kanë një orientim seksual të ndryshe, pra është parimi i mosdiskriminimit dhe barazisë gjinore që janë ndër parimet bazë mbi të cilat ndërtohet edhe gjithë rendi kushtetuesi i Kosovës. Edhe për neve kjo sigurisht është shumë shqetësuese, si aktiviste dhe aktivistët të drejtave të njerëzit, si organizata që punojmë në fushën e drejtave të njerëzit edhe me tekst të veçantë për këtë grup dhe gjitha grupet e tjera të marginalizuara, e shohim që kjo mund të krijojë një precedent të rrezikshëm, sepse po e them prapë që sot mund të atakohet ose mund të kufizohen drejtat e komunitetit LGBTI, mirë po në të ardhmen mund të kemi edhe ligje të tjera edhe akte të tjera të cilat do të mund të kufizonin të drejtat edhe të grupeve të tjera. Kështu që ne shpresojmë shumë që draft kodi civil aktual, si që është tani, do të rregullohet, do të ndryshohet në përputhje me rekomandimet tona të cilat i kemi bë si grupi organizatave që po avokojmë për këtë çështje, por mbi të gjitha që draft kodi civil të jetë në përputhje me kushtetutën, se kushtetuta është akti më i lartë juridik në këtë shtet, edhe çdo akt tjetër që nuk është në përputhje me vlerat dhe parimet e kushtetutës, atëherë prej gjykatës kushtetuese ka mu shpall antikushtetuese. Kështu që kjo është edhe një mekanizëm tjetër që ne do ta përdorim nëse veç draft kodi civil aktual kalon. Mirë po e shohim që mungesa e vullnetit politik në parlament aktualisht e shumicës prej deputetëve të Kosovës, po ndikon që të krijohet marginalizim edhe më i madh i komunitetit LGBTI në Kosovë. Gjithashtu edhe qeveria e Kosovës e ka një qasje shumë selektive sa i përket trajtimit të grupeve të marginalizuara, nuk i përfshin fare në programin qeveritar, për shembull komunitetin LGBTI, nuk e përmend fare komunitetin serb, ose komunitetin bosnjak dhe komunitetet tjera jo shumis në Kosovë. Pra e shohim që kjo qasje selektive sa i përket mbrojtjes dhe promovimit të drejtave të njerëzit për të gjithë qytetarët e Kosovës pa dallim është kështu e pranishme në të gjitha institucionet dhe në të gjitha hallkat shtetërore. Mandej po du me shfrytëzu rastin me përmend edhe që e kemi kryetaren e Komisionit për të drejtat e njerëzit në Parlamentin e Kosovës, e cila ka dalë kundër martesave të gjinisë së njëjtë, edhe që për neve kjo është shumë shqetësuese sepse ai komision thirret për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të gjithë personave pa dallim, dhe kemi një kryetare e cila bën një diskriminim të tillë flagrant edhe shumë publik. Ne kemi kërkuar dorëheqjen e saj, shpresojmë që ajo do të reflektojë edhe do të veprojë në përputhje edhe me kërkesën tonë. Mandej është pozitive, ndoshta me përmend edhe këtë që mos me tingëllu vetëm që po nxjerrim vetë negativitet, është pozitive që e kemi një zëvendës kryeministre për të drejtat e njerëzit, mirë po, prap, ana negative e kësaj është që nuk e kemi parë asnjë deklarim, as të zëvendës kryeministrës, as të kryeministrit, aq më pak, që ka dalë
në mbrojtje të komunitetit, në mbrojtje të drejtave të njeriut, në rend të parë, mirë po edhe në mbrojtje të drejtave të komunitetit LGBTI, sidomos tash kohëve të fundit, mirë po e kemi pa që ka një heshtje totale dhe një mungesë të përkrahjes publike për këtë komunitet në vazhdimsi me këtë qeveri aktuale. Do me thonë, është një pozitive që e kemi një zëvendës kryeministre që e ka në portofolion e saj mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut. Mirë po pohesht edhe si pas vlerësimeve tona që po e shohim nga puna e saj praktike, po e shohim që koncepti i saj për të drejtat njeriut lidhet vetëm me mbrojtjen dhe promovimin e drejtave të komuniteteve shumic. Pra nuk ka ngritje të zërit ose iniciativa që vijnë prej zyrës së saj sa i përket grupeve të tjera të marginalizume, që për neve është shumë shqetësuese, se prapë po e them që po kemi një qasje selektive sa i përket trajtimit të drejtave të njeriut. Faleminderit zonja Shabiu. Natyrisht se do ta jap fjalën zotja Eredini sepse u ngritën disa çështje, por para se të kaloj te ju, po du me u dhonë mundësinë edhe publikut që të bëj pyetje nëse kanë ndonjë pyetje për panelistët. A kemi pyetje? Nëse po, ju lutem prezantoni dhe mund të bëni pyetje. Ja sam Jelena Petković i imam pitanje. Koji su izazovi sa kojima se susreću mehanizmi koji se bave ljudskim pravima i slobodama, koji su vezani za marginalizovane grupe ljudi na Kosovu? To je za sve, verovatno. Ružicu. Zotja Eredini. A kemi pyetje tjetër? Adrian Krasniqi, vi prej komunës Fushë Kosovës dhe i përkas komunitetit egjiptian. Pyetja drejtohet zonjushës, ju si OJQ, a keni marrë ndonjë hap konkret për komunitetet Roma Shkali egjiptian dhe civilizimin e tyne si komunitete? Faleminderit. Atëherë po vazhdojmë me zotin Hajredini, më pas do ta keni fjalën zoti Elshani dhe zonja Shabiu. Si para se më shku me diskutu për implementimin. Kemi 10 minutat e fundit, të jemi të shkurt që të mund të përfshirë. Doja që të fakt nuk u pajtoha me kolegën që ku thot ka qasje selektive. Nuk është, unë jam vetë strukturë e shërbimit civil, punoj do thot me këtë qeveri, por nuk ka qasje selektive, se punoj baza ditore me ta. Dhe kjo qeveri i ka dhënë prioritet trajtimit të barabartë, mundësive të barabarta. Dhe ka një qasje gjithë përfshirëse për këtë grupët të ndjeshme, për këtë grupët vulnerabël. Dhe për këtë mund të dëshmoj, sepse struktura, do më thënë që është në kryeministri zyra jonë, i drejton këto mekanizma. Për shembull, vendimi i fundit që është marrë i qeverisë për grupin ndërministror për drejtat e njeriut që kryeson zëvendës kryeministrja. Pastaj kemi një mekanizëm teknik, profesional, mënyrë të veçantë që ka të bëjë për ndalimin dhe luftimin e diskriminimit për Romat, Ashkalit dhe Egjiptian. Është, do të thonë, vendimi i qeverisë është strukturë vendore. Gjithashtu kemi këshillin për personat me aftësi të kufizuar që udhëheq zëvendës kryeministrja Emilia Rexhepi që është shumë aktive, shumë bashkëpunëtore ku baza ditore mund të shohim që ajo prej, do të thonë, organizata, shoqata të ndryshme. Sepse ne punojmë, do të thonë, me ta dhe ne sjellim produkte, do të thonë, të përbashkëta. Po dhe qasja e vetë qeverisë me digaster të tjerë nuk është selektive, sepse mund të themi që kjo është shumë diskriminuese nëse orientohet një gjë e tillë dhe që të punën poshtë tonën që ne punojmë si shërbim civil, sepse neve ligji na obligon me punu dhe me trajtu çështjet në mënyrë të barabartë. Dhe mu për këtë ne jemi ndoshta Qyshe arsyetoni ndoshta që ta spjegoj, ne edhe mos heshtjen e qeverisë aktualisht për ta heshtjen publik, ndoshta mbranda është punu diçka po publiku se ka pa. Për shembull, edhe miratimin e një draft kodit civil i cili është diskriminues. Për kodin civil ta marrim një përgjigje konkrete. Kemi jo, po flasim, do të thonë kjo është çështja selektive që po e shohim. Për të pranishit këtu, qeveria ka një grup ndërministror për të drejtat e komunitetit LGBTI, ku
udhëhiqet nga unë dhe bashkëkryesohet një rotative nga 2 organizatat që punojnë enkas për këtë. Ne kemi një plan të punës, po them jemi vetëm vend në rajon që kemi strukturë institucionale, ku kemi policin, gjyqësinë, prokurin dhe kemi këtë digastert përkatës. Dhe bëhet një punë shumë perfekte, shumë e madhe edhe e mirë me këto organizatat për të trajtuar probleme të ndryshme të komunitetit LGBTI, qoftë në aspektin e shëndetësisë, të edukimit dhe specifikave tjera. Ajo që ka të bëjë me parlamentin, domethënë janë deputet zgjedhur nga populli, dhe ata marrin vendimin. Domethënë unë nuk do kisha folur në emër të deputetëve, po si profesionist, ajo që na obligon ligji, ne trajtojmë dhe punojmë në mënyrë të barabartë gjitha grupet vulnerable. A ka pas zoti Hajredini një përkrahje publike të fuqishme për sa i përket pra kësaj iniciative që tregullohet edhe me bazë ligjore çështja e martesës mes gjinisë të njëjtë? Po, ka pas diskutime dhe Ministria e Drejtësisë që edhe ka udhëheqë domethënë këtë proces në mënyrë të vazhdueshëm, ka komunikuar, ka bashkëpunuar me organizatat jo qeveritare. Në momentin kur ka shku procesi, do thot në parlament, tani ka të bëj dhe është procesi në duart e deputeteve. Po si ekzekutiv, si qeveri, ne kemi qenë... Në fakt, do me thonë, koncept dokumenti është kriju prej Ministrisë së Drejtësisë. Do me thonë, Ministria e Drejtësisë është qeveria e Kosovës. Po, Ministria e Drejtësisë, po thëmë ka qenë shumë më hapur, bashkëpunëtore, ka komunikuar me organizatet. E ka kriju një kod që është diskriminues, që është përjashtues. Po, kodi tani që po diskutohet në parlament, aty mirët edhe vendim. Po, është i njëjti kod që është miratu si koncept në qeverinë e Kosovës. Do me thonë në dhjetor, në 28 dhjetor, që për neve prapë edhe kjo edhe koha kur ka kalu si dokument në qeverinë e Kosovës, në mbledhjen e qeverisë Kosovës, edhe kjo është shqetësuese fundi i vitit, kështu me një farë qasje pak edhe si fshehur azi, për ngut, prapë nuk është, do me thonë, prej qeverisë ka kalu ke kuvendi. Ka qenë proces afati kohor, edhe është draft i njëjtë, nuk është ndru, nuk është ndru në parlament. Sepse nuk ka fund vit, vetëm ato ditë që kanë pushim të festave, ne pushojmë, kurse ditë tjera janë ato që të punojmë. Nuk do donim të paragjykojmë. Proceset kanë qenë të hapura, unë sa di, transparente dhe kanë pas gjithë përfshirje. Ajo tani që diskutohet në parlament është në duart e deputetëve të zgjedhur nga populli. Po cila është qasja e kësaj qeverie, pra duhet që të lejohen martesat në mes të gjinisë të njëjtë? Po ka diskutime domethënë të ndryshëm të... Po qëndrimi i qeverisë cili është? Qëndrimi i qeverisë është që të përputhet në standarde të ndryshme të drejtave të njerëzit, që cilat nëse i përkthejmë i bën që lejohen? Po tani ne po gjithçka është duke analizu në legislacionin që kemi aktual dhe standardet të ndryshme ndërkombëtare. Se pikërisht po duket kjo është edhe brenga e zonjës Shabiu që nuk ka pas një qëndrim eksplicit në shta dhe nuk ka një qëndrim në publik i cili... Ka pas dhe deputet... A mundi me transmetu edhe ju tash në këtë rast cili është qëndrimi i qeverisë për sa i përket kësaj teme? Unë vetëm kisha dhënë qëndrimin tim, domethënë profesional, sepse të qeverisë, domethënë, dhe strukturat politike, ata japin, domethënë, mendimet e veta, domethënë, në këtë aspekt, apo vendimet e tyre. Dhe qëndrimi ju është? Mendimi jam është që të jetë në përputhje me standardet ndërkombëtare, dhe të jetë harmoni me ligjet që kemi, domethënë, fuqi. Dhe normal që të ketë diskutim gjithëpërfshirës me gjitha strukturat. Kur themi gjithëpërfshirës, duke përfshirë shoqërinë civile, institucionet dhe aktorë tjerë që janë të involvuar në këtë proces. Zoti Shabiu, dhe më pas kthehemi te ju, zonja Simice, kërkoj fjalën. Faleminderit. Isha ndërlidhur lidhur me projekt kodin civil, kur flitet për çështjen e komunitetit LGBTI. Avokati i popullit në Parim përkrah një dokument të tillë, gjithashtu edhe ka afirmuar dhe promovuar të drejtat e këtij komuniteti, pavarësisht që nuk kem ndonjë po menoj ndonjë numër të madh të ankesave nga komuniteti LGBTI, mirë po Kosova ka një kornizë ligjore të mjaftueshme që ua njeh të drejtat e këtij komuniteti, është ligji për mbrojtjen nga diskriminimi, është baza mbrojtur dhe që ne përkrahim, mirë po duhet të jetë në frymën edhe të standardeve evropiane në radhë të parë të Konventës Evropiane për Drejtat e Njerëzit. Mirë po mos të harrojmë që ky kod civil ka implikime edhe tek ligjet e tjera. Qofse ligji për familje parasheh një martesë që mund të lidhet në moshën 16 vjeçare
me vendim të gjykatës duke marrë parasysh edhe mendimin ose ekspertizën e mjekëve dhe vlerësimet e tyre, projekt kodi civil e ka parapa moshën 18 vjeçare. Këtu është ndryshimi. Qëndrimi zyrtar i institucionit të avokatit të popullit për lidhjen e martesës e kemi bërë dhe publik që është mosha 18 vjeçare, duke u bazuar edhe në standardet të tjera të shteteve evropiane. Një çështje tjetër është të mos zbatimi i legjislacionit. Është ligji për zyrtar publik, është një prej neneve që shumë i përfolur mirë, po që qeveria nuk ka marrë masa konkrete. Dhe kjo është fakti pa kontestueshëm, është çështja e një neni që përcakton se së paku 10% e komuniteteve jo shumicë duhen të jenë të përfaqësuara në nivel qendror në shërbimin civil, ndërsa në komuna sipas përqindjes së popullsisë. Sot ne kemi dika mbi 8% përfaqësimin civil, mirë po të gjitha komuniteteve në nivel qendror, mirë po fatkeqësia më e madhe qëndron që komuniteti Goran, Bosnjak, Rom, Ashkali dhe Egjiptian ka një përqindje shumë të vogël. Raporti Progresi 2021 përcakton në mënyrë shumë të qartë që përkundër këtij numri të vogël të përfaqësimit civil në shërbimin civil nga komunitetet jo shumicë, edhe pozitat ku hyn ata janë pozita të ulta, jo vendimarrëse. Gjithashtu edhe personat e kthyer, mos t'i harrojmë, dhe pensionistët, shumë shkurt. Nuk kem një ligj të posaçëm që ka të bëjë me personat e kthyer, mirë po është një rregullore, përkatësisht akt nënligjor, që thotë që personat që janë zhvendosur nga lufta e fundit në Kosovë mund të kthehen në cilin do komunë që ata ndjehen sigurt. Ne kemi një rast që komuna Obiliqit, përkatësisht në Plemetin, komuna nuk i ka ofruar të gjitha shërbimet ndaj personave të kthyer me arsyetimin se ata para lufte kanë qenë pjesë e komunave të tjera. Dhe pensionist, ligji për skemat pensionale. Shkurt, zoti Elshani. Aty ne, si institucioni avokatit të popullit, kemi bërë një raport me rekomandime para 2 e më tepër viteve, ku një prej kriterëve është diskriminues dhe shumë pak flitet në publik e aq më pak nga qeveria ose nga institucionet. Thotë që deri në janar të vitit 1999, në mënyrë që një pensionist të kategorizohet në kuadër të pensioneve kontribut paguese në mënyrë që ta merr një shumë të madhe të pensioneve, duhet të ketë përvojë pune 15 vjet. Nga ky standard, nga ka rrjedh ky lloj kriteri. Dhe njerëzit i kanë plotësuar 14 vite e ca muaj dhe për 2 muaj nuk ka mund të kategorizohen. Faleminderit zoti Elshani, ta marrim edhe një mendim të zonjës Simiq. Shkurt, ju lutem sepse jemi krejt në fund të emisionit. Teshtet me u kyç diçka apo? Pa, pitanje je bilo kakve izazove imamo u odbrani ljudskih prava ili u odbrani ženskih prava. Znači, pitanje je postavljeno kakve to mi izazove imamo sa mehanizmama za zaštitu ljudskih prava i evo, ova rasprava među nama je pokazala. Mi brzo donosimo sve te evropske koncepte, brzo usvajamo, ali stanje svesti ljudi koji su na pozicijama odlučivanja, koji donose odluke, koji donose sudske odluke, izvršne odluke, policijske odluke, su na mnogo nižem stanju svesti nego to što bi trebalo da rade po zakonima. I onda mi koji smo u funkciji boraca za zaštitu ljudskih prava, mi onda zaista smo frustrirani sa tim jednim zidom ćutanja, neodobravanja, degradiranja tih prava i tako dalje. Tako da mislim da to moralo bi da se izbalansira. Evo samo ovo izjava Dude Balje, koja je prosto frapantna. A mi smo još 2015. proglasili paket ljudskih prava, zaštita ljudskih prava, prava žena, muškaraca i trećeg roda, prava seksualnih manjina. A na kraju, evo, kroz jedan zakonik koji je vrlo važan za sve građane, trpi, izgleda samo zbog toga što ipak elita na vlasti nije spremna da prihvati upravo možda taj deo građanskog zakonika koji se odnosi na sklapanje brakova od istopolnih lica. A ja sam bila na nekim radionicama koje su nevladine organizacije ovde debatama vezana za građanski zakonik, gde sam čula na temu, na račun prošle vlade,
da u stvari ti eksperti koji su došli iz Evrope da rade građanski zakonik, oni jednostavno nemaju odobrenje od ministara u vladi tadašnjoj da se taj, na primjer, deo uredi onako kako je garantovano evropskim konvencijama o porodici, o građanskim pravima i tako dalje. A vidimo sada i u ovom novom sazivu, također i to nažalost i žene, da prosto se suprotstavljaju sprovođenju osnovnih ljudskih prava. I to jeste frustrirajuće i nekako otežava prosto borbu za ljudska prava uopšte. I samo bih još rekla, na primjer, prava kulturne baštine. Mi smo također doneli zakon o zaštiti kulturne baštine, ali nemamo strategiju zaštite te kulturne baštine i sada imamo probleme sa manastirima, sa zaštitom manastira, ali također ja kao Srpkinja bi volila da odem u neki bioskop, da gledam film da je titlovan na srpskom jeziku. Ja idem iz Mitrovice Severne u Gračanicu da gledam pozorišnu predstavu neku, ali posle 20 godina, znači od rata, još uvek mi nemamo neke elementarne, normalne uslove koje jedan građanin, da ne kažem intelektualac, nego jednostavno ljudsko biće ima potrebe za prosto realizaciju nekih kulturnih dešavanja ili ne znam šta. Tako da zaista ima puno prostora za rad na poboljšanju ljudskih prava. Faleminderit zonja Simiq, krejt shkurtimisht zoti Hajredini, sepse e kemi kaluar kohën e emisionit. Veprimet cilat do të merren në të ardhmen që të adresohen krejt këto sfidat të grupeve të ndjeshme në Kosovë? Po mendojmë ajo që është parimi jonë, që po punojmë tani çdo ditë, po them, që të kemi gjithë përfshirje. Edhe këto çështje që u ngritën këtu, këto shqetësime, domethënë do të adresohen që të ketë gjithë përfshirje cilësore të shoqërisë civile për të kontribuar në politikat dhe në legislacionin tonë. Ky është domethënë ajo që parimi jonë kryesor dhe prioriteti që do të punojmë në vazhdimsi. Zotë Hajredini, zotë Elshani, zonja Shabiu dhe zonja Simiq, ju falenderoj shumë për kohën dhe kontributin që dhatë për këtë emision. Shikues nderuar, kaq kishim kohë për këtë emision. Të gjithë që keni vërejtja apo sugjerime, mos hezitoni të na shkruani në adresën tonë elektronike. Deri në emisionin e radhës nga unë Beti Musliu, mirëmbëjtje.